Nderuar drejtuesi i seancës, sot është një ditë e mirë, është një lajm i mirë për gjithë qytetarët shqiptar, jo vetëm për Partinë Demokratike. Sot një padrejtësi shumë e madhe është bërë zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga administrata amerikane. Një padrejtësi e madhe që nuk ka rënë vetëm mbi demokratët dhe mbi Partinë Demokratike, por ka rënë mbi këtë kuvend dhe mbi gjithë popullin shqiptar. Një padrejtësi e madhe e lobuar nga Partia Socialiste, nga Edi Rama, miku i Megoni Galit, miku i Roni Efetit, nga Edi Rama i cili nuk ka lënë mekanizëm para dhe lobim përmes George Sorosit për të goditur dhe zhbër opozitën në Shqipëri. Aktakuza më e madhe sot për Partinë Socialiste është heshtja juaj. Duhet të ngriheshit minimalisht në dinjitetin e ligjvënësit dhe të përshëndesnit një vendim që është bën një njollë të madhe mbi kuvendin e Shqipërisë, mbi politikën shqiptare, mbi Partinë Demokratike, mbi opozitën. Sot është PD-ja në opozitë, nesër do jeni ju zotëri. Dhe të jeni të bindur që me dëmet që i keni bërë këtij vendi, pasojat do jenë të jashtëzakonshme. Vetëm ditën e djeshme, Taulan Balla, që është këtu, përmendte Nongratën, përmendje Oqeanin dje, përmendte vizitën në Bosnjë dje, që kreu i PD-s nuk kalonte dot Oqeanin, përmendte Nongratën dje. Po sot çfarë komenti ke? Ndërkohë, zoti kryetari i kuvendit, dy çështje. E para, dua konfirmim zyrtar nga ana juaj. A ka ardhur sot kërkesë e dytë nga prokuroria e posaçme për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut? Jepini përgjigje qytetarëve shqiptar. A ka sot një akuzë të re dhe një kërkesë të re për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut? Ndërkohë, si është e mundur që për herë të parë në 36 vite parlamentarizëm keni sjell një rendite me 6 interpelanca. Keni hequr çdo projekt ligj. Pse? Keni hequr mundësinë deputetëve për të folur për atë protestë që është e paprecedent. Ka 11 ditë që janë me 10 tramira të rinj qytetarë që kanë mbushur sheshin me kërkesa të qarta, me 5 kërkesa të cilat nisin me të parën dorëheqjen e qeverisë, dorëheqjen e kryeministrit. Çfarë ju bëri ju që në seancën e sotme të vini dhe të paraqisni një rendite pas një projekt ligj, kur para 3 javësh kemi qenë në këtë seancë, ku është debatuar për oraret e gjata që duhet qëndrojmë, për ligjet që janë rekomandimi BE-s, për procesin e integrimit, për faktin që duhet kalojmë shumë ligje me procedurë të përshpejtuar dhe sot vini këtu dhe nuk sjellni asnjë projekt ligj. Pse u bë kjo? Për t'i hequr mundësinë e 10 minutëshit çdo deputetit kuvendit për të folur për realitetin që po ndodh sot, jo në këtë sallë të kuvendit, por në shesh, në sheshin përpara zyrës kryeministrit, me dëmet që i keni bërë në këto 13 vite këtij vendi, jo vetëm opozitës, ta keni të sigurt që shumë shpejt slogani i ri do të jetë Ramanburg, Berisha në Washington. Faleminderit. Zoti Balla, replik. Zoti Balla, replik. 2 minuta. Shu është kur nuk ngjon në kryetarin e grupit. Gjoje. Si ishte kjo? Do me thënë, po na thuhet sot këtu që protesta e ka arritur suksesin e parë dhe është hequr non grata. Kështu thatë. Ja arritët edhe madje zotrote, ndryshove dhe sloganin, se ta kanë dhënë të drejtën ty protestusit, u ndryshosh ty sloganin. Madje thua që protestusit sonte nuk do të rrasin më Berisha në Burg, po Berisha në Washington. Jeni bërë si telefoni prish. Ndoshta audio e telefonit të ndonjë kolegu apo kolege nuk ka qenë mirë, do të gjotesh. Po, më falu, e vlerësoj unë se çfarë them. 7031 C-ja, mbi të cilën Sali Berisha është pallur non grata, në vlerësimin tim është pak vështirë të hiqet. Megjithatë, unë do ta komentoj këtë sapo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, o nga Departamenti i Shtetit, o nga Ambasada Amerikane, do të ketë një njoftim zyrtar për këtë.
Unë nuk komentoj biseda telefonike, se nuk është korrekte, nuk është institucionale. Por fakti që ju vini këtu dhe shisni si sukses të protestës një gjë tillë, mendoj, jo përse vete the, se the protesta sonte do të rrasi Berisha në Washington. Kot lodheni ta vidhni protestën, jo Sali Lushën të çonin protest ju, jo të gjithë ju të shkonin protest. Përfundoj. Ta mbaroj, lutem, ne kemi një mandat për të qeverisur vendin, kemi një mandat për të përmbyllur marrëveshjen për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju kemi mundur, po do t'ju mundim më thellë në 2029. Faleminderit. Zoti Alizoti. Zoti Tomor Alizoti. 3 minuta për shkëtu. Protesta, nga që po ka shumë protagonizëm për protestën e kanë bërë vetë njerëzit. Dhe me njohje njerëzve të lirë që po protestojnë për padrejtësitë që u ndodh atyre, për jetën e vështirë që kanë, po e bëjnë vetë ata. Dhe me njohje u shkon atyre. Sot, si ju dëgjova, sepse në kohë krizash përpiqen gjithë të marrin protagonizëm. Protesta e sotme e këtyre ditëve ka një gjë, është protestë reale, është protestë natyrale, është zëmrim shoqëror nga një padrejtësie të madhe që ka zënë vend në këtë vend. Është protesta e trive që nuk kanë shans, nuk gjen dot një punë pa njohur dikë, pa qenë pjesë në politikë. Kjo është Shqipëria vërtet dhe kjo është Shqipëria reale. Por arroganca është pika ku çon çdo forcë politike, çdo pushtet, çdo perandori drejt shkatrimit. Rujuni dhe keni kujdes nga arroganca, sepse arroganca ndodh kur ata autokratët, oligarkët, pushteti, dhe mos e thoni këtë më ne fitojmë shumë. Nuk fiton asnjë. Ajo protest mund ta çojë gjithë Shqipërinë në destabilizim. Ajo është një protest me shumë energji, dhe ka energji natyrale, ka energjinë e trive, ka energjinë e njerëzve pa shpresë, ka energjinë e njerëzve që është bërë padrejtësi, dhe padrejtësia ka hedhur perandori, jo partinë tuaj. Kështu që është mirë për Shqipërinë, lëreni arrogancën, reflektoni, mos recitoni, sepse kuvendi përfaqëson shqiptarët dhe është ndërtuar dy lloj realitetesh, por realiteti i madh është në rrugë. Demokracia vjen nga rruga. Partia nënë juaj e hoqi rruga, e hoqi njerëzit, se nesër mund të mbyllen qepenat, nesër mund dalin punëtorët dhe mund dalin gjithë shqiptarët. Ku do shkoni ju, si do e drejtoni ju Shqipërinë? Me bandën e Durrësit apo të Elbasanit? Prandaj reflektoni, sepse është sinjal i keq për Shqipërinë. Është gjë e keqe për Shqipërinë. Dhe merrni ato të marrin lidheni, se i kanë zgjedhur ca parrulla, se është shmendur atje. Është bërë si klaun. Merrni lidheni sinqerisht. Nuk ka kryeministër në botë që sillet ashtu. As në asnjë lloj diktature, të asnjë lloj formati. Ata protestuesët kanë bërë ca parrulla brillante rreth tij, por fatkeqësisht ai është kryeministri i Shqipërisë. Dhe një çmendur mund ta çmendë gjithë Shqipërinë. Shqipëria ka nevojë të bëhet një vend normal. Sot ka ikur në çmendim. Faleminderit. Zonja Zegjine Çaushi. Ndoshta SBA-ja mund t'ja heqë non gradën Saliut, por shqiptarët nuk ja heqin non gradën Saliut. Nuk ja heqin për 97-ën, nuk ja heqin për Gërdecin, e në fund nuk ja heqin për 21 janarin. Këta duhet t'jenë të fundit që të flasin për atë protestën atje në bulevard, sepse ishin këta në kohën e tyre kur vran 4 qytetarë që po protestonin qytetarisht në atë bulevard. Dhe sa për ato nenet e rregullores që na i tregoni, e lexoni po patët kohë edhe atë nenin se përse kërkohet fjala për procedurë. I nderuar kryetar, deri tani është abuzuar me të drejtën për procedurë, por ju lutem të vazhdojmë me rendin e ditës. Faleminderit. Zoti Klliçi ka të drejtë në këtë pjesë, patjetër. Hapësira procedurë tani është bërë normë që shfrytëzohet për fjalime politike.